Miqtë mi të vegjël, mirëdita. Unë jam Ram Lahaj dhe jam tejmasi i lumtun me qenë sot me ju këtu në biblioteken Hivzi Sulejmani në Llukar të Prishtinës. Unë jam një këngëtar opere, një këngëtar lirik, më thonë ndryshe. Ju besoj keni dëgjuar tashmë për operën. Në Fondacionin Ram Lahaj ne jemi përkujdesur që muzika lirike, arti lirik, thonë më mirë, ose muzika klasike, të udhëtoj në çdo fshat e qytet Kosovës. Gjithsesi, më lejoni që unë të ju spjegoj pak për gjinin operistike. Opera është si filmi apo teatri, por në vend që personazhet të flasin, ata këndojnë gjithë tregimin. Është vendi ku princat, heronjët, përbindëshat dhe personazhet magjike këndojnë aventurat e tyre në një skenë të madhe të mbushur plot me drita. Sigurisht edhe fëmijët e duan shumë lojën me role. Sipas UNICEF-it, çdo lojë në natyrë është mënyra më e mirë që fëmijët të mësojnë. U ndihmon të kuptojnë botën përreth, zhvillojnë komunikimin, të bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe po ashtu të kuptojnë perspektiva të ndryshme. Gjatë karrierës time kam luajtur apo kam kënduar shumë role, sigurisht role të ndryshme, sepse në një rrugtim të gjatë ti ke nevojë të shprehesh në disa role apo në disa tipe personazhesh. Shumë prej këtyre personazheve vijnë sigurisht të bazuar nga librat. Para se të interpretojmë një rol, më pëlqen shumë, po është edhe pjesë e procesit, të lexojmë për to, në mënyrë që të dëshifrojmë sa më mirë, në mënyrë që të jemi sa më bindës në ato që ne interpretojmë. Sot, sigurisht do lexojmë një histori që unë se kam menduar që i kthehem mbas shumë vitesh. Sigurisht, sot do lexojmë një histori për një lepur kopshtar. Në rrugtimin ton historik të vështirë, sigurisht në memorjet tona ekziston gjithmonë, po duke pas parasysh gjithë rrugtimin, shumë prej memorjeve tona ose kujtimeve tona të premtuara për fat keq i kemi humbur për arsye të cilat i dimë. Gjithsesi, ne jetojmë me shpresën, memorjet e mira dhe me dëshirën për të zhvilluar, edukuar e vazhdu para. Pra sot do lexojmë librin Lepuri kopshtar. Lepuri është kopshtari i fshatit dhe në fundjavë shet lule në një tezgë apo tavolinë simpatike. Një buqet për elefantushën time ju lutem, thot buba, zjarë fiksi. Asgjë nuk më rritet në kopsht, thot me trishtim furqa, i riqi. Duhet të gërmosh me kaci, duhet të gërmosh thellë me lopat, dhe të vadisësh mirë, e këshillon lepuri. Një ditë, shoku i tij kamarier i thot: "A e di ti që kryetari Morsa ka kërkuar që të vendosen lule apo bim plastike në park?" "Kjo nuk është e mundur", ja kthen lepuri. Lepurit nuk i pëlqejnë as pak bimet apo lulet plastike. Gjatë natës, a i futet fshehur azi në park, me lule, pleh dhe një vaditës. Çfarë surprize për të gjithë. Të nesërmën kryetari s'mund t'ju besoj syve. Gërthërit, po ç'është kjo? Ingrati. Ka alergji ndaj luleve dhe të shtit gjatë gjithë kohës. Mjeku sigurisht i shkruan
një ilaç në recetë. Bërtet kryetari gjeni fajtorin e urdhron edhe policin. Dërkuci kuzhinier ka nevojë për ndihmën e lepurit. Disa insekte i thot po han marulën time. Dhe lepuri përgadit një ilaç sigurisht natyral që t'i tremb insektet. Dërkuci i kërkon që të mbjell edhe bimë aromatike, jo vetëm lule. Kështu, gjellrat e mia, thot Dërkuci, do jenë shumë të shijshme. Dhe lepuri mbjell sigurisht selino, nenegjik, rigon dhe majdanos. Një ditë Lupita, mikja e tij, lepurushe, vjen për të takuar. Kam nevojë të vish të merresh me kopshtin tim. Barërat e këqija nuk më lën të hec. Lepuri, ndezur flak nga lumturia, e ndihmon dhe ajo e shpërblen me një puthje. Kryetari Morsa, duke parë kaq shumë lule që rriten kudo nëpër qytet, ankohet sërish. Gjeni fajtorin. Manjola është e preferuara e kopshtarit, mendon polici. Lepur, ballma me këto mbjellje lulesh. Dhe me qera fjala, a mund të më ndihmosh për ditëlindjen e djalit tim? Sigurisht ja kthen lepuri. Lepuri futet fshehurazi në shkollën e timit, pranë kolovajzave dhe në kohën e pushimit shikon gardhet e gjalla. Ishte një histori shumë e këndshme apo jo? Mua më pëlqeu shumë dhe prandaj e kam zgjedhur lepurin kopshtar, sepse ai përkujdesej për natyrën, ishte i sjellshëm, ishte po ashtu shumë i edukuar, edhe i lexuar. Ai i bënte gjithë gjërat në mënyrën e tij. Dhe sa herë që miqtë e tij kishin nevojë për të, ai ishte gjithmonë atje për t'i ndihmuar. Pa çka që ishte e vështirë për disa për ta kuptuar. Në raste, është njëri kujtim i bukur se secili prej nesh ka pikat e forta dhe ato të ndjeshme. Dhe se edhe të qenurit një person rëmujaxhi, po i them kësaj, ke shumë për t'i dhënë shoqërisë, miqësisë, natyrës dhe gjithçka që na rrethon. Edhe pse i vështirë për të kuptuar, kreativiteti vjen po nga këta rëmujaxhit të cilët janë kurioz për jetën. Shpresoj që ta kujtojmë mikun ton lepurush, herën tjetër kur të keni një ide kreative, ashtu si lepuri. Është në rregull t'i bëni gjërat në mënyrën tuaj, se kështu do jeni të veçantë. Edhe nëse të tjerët ju kuptojnë apo edhe s'ju kuptojnë ndonjëherë. Çdo histori është një aventurë e vogël dhe secila mund të na mësojë diçka. Sigurisht të rëndësishëm në periudhën që mund të jemi. Për shembull, si t'i zgjedhim problemet, si të punojmë me miqt dhe bashkëmoshatarë, si ta eksplorojmë botën sa më mirë, me plot kurreshtje dhe kreativitet. Kështu pra, lexoni me kënaqësi, zbuloni personazhe të rinj dhe ne së bashku shihemi në historinë tjetër të radhës. Mirupafshim nga unë dhe lepuri kopshtar.